Burri 54 vjeçar në Mitrovic doli 3 ditë nga banesa, policia e gjen të vdekur. Një burr i moshës 54 vjeçare është gjendur pa shenja jeti në Mitrovic. Policia hyri aty ku personi banonte i vetëm pasi kishte pranuar informat që për 3 ditë radhazi dera e tij qëndronte e mbyllur. Trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion, ndërsa policia po heton si vdekje dyshim. Sot me datë 16 qershor rreth orës 11, policia ka pranuar një informat se në lagjën tuneli i parë në Mitrovic, dyshohej se një person i cili jetonte i vetëm në banesë nuk ishte dalë nga banesa për 3 ditë me radhë ndërsa dera ishte mbyllur. Njësitë policore kanë shkuar menjëherë në atë lokacione, më pas edhe njësia e zjarrfiksëve dhe një ekip mjekësor. Pasi është hapur dera me forcë është gjendur një person, ku mjeku ka konstatuar se personi i gjinisë mashkullore rreth 54 vjeçar është pa shenja jete. Në lidhje me rastin është njoftuar edhe prokurori dhe me urdhrin e tij, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion, ndërsa rasti është duke u hetuar si vdekje e dyshimt.